Ilir Meta u ka premtuar vetërinjve të njësisë bashkiake numër 4 të kryeqytetit se pas ardhjes në pushtet, LSI do të ndërmarrë reforma të mëdha në funksion të arsimimit dhe punësimit të tyre. Ju votoni për të ngritur zërin tuaj në kuvendin e ardhshëm të Shqipërisë për t'i dhënë zgjidhje problemeve tuaja lidhur me reformimin e sistemit tonë arsimor, me krijimin e mundësive dhe hapësirave për formimin profesional, problemeve tuaja lidhur me hapjen e vendeve të reja të punës, për të cilat LSI ka një plan konkret. Gjithashtu, kreu i LSI-s ka zhvilluar një takim edhe me banorë të njësisë bashkiake numër 7. Në këtë takim ai u përqendruar tek zhvillimi ekonomik dhe taksat. Lëvizja Socialiste për Integrim ka një projekt për një model ekonomik që mbështetet tek nxitja dhe rritja e prodhimit, si mundësia kryesore për të patur një rritje ekonomike të qëndrueshme, për të zëvendësuar sa më shumë të jetë mundur importet, për të rritur domosdoshmërisht eksportet, për të kufizuar dhe ngushtuar deficitin tregtar dhe për të patur një ekonomi të shëndetshme, për të patur një ekonomi që konkuron. Prandaj dhe politikën e taksave ne e shohim në funksion të këtij modeli ekonomik. Prandaj plani ynë për punësimin është një plan shumë konkret me politika shumë konkrete për të rritur dhe për të nxitur punësimin. Gjatë këtyre takimeve, Meta ka thënë se më 23 qershor, qytetarët duhet të japin fund kapitullit të tranzicionit për të nisur rrugën e zhvillimit dhe integrimit të vendit.